presion politik i ka konsideruar shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë deklaratat dhe komentet e kryeministrit Edi Rama lidhur me vendimin e GJK-s, e cila vendosi pezullimin e Belinda Ballukut nga pozicionet qeverisëse pas kërkesës së SPAK. Kryeministri u drejtua gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar vendimin e GJK, duke e cilësuar atë si një ndërhyrje të hapur të një pushteti në kompetencat e një pushteti tjetër. Në reagimin e shoqatës së gjyqtarëve, çdo deklaratë në lidhje me çështjet e gjyqësorit është presion politik. Ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë. Prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrit final për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve, përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vjet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklaratë që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore, apo që ul reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe, thuhet në reagim. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë ka ndjekur me vëmendje prej disa ditësh komunikimin publik të kryeministrit të vendit lidhur me çështjen gjyqësore në ngarkim të zëvendës kryeministres dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës dhe energjisë, e cila është duke u shqyrtuar në të njëjtën kohë nga gjykata kushtetuese, si dhe nga gjykatat e posaçme. Shoqata shpreh shqetësimin dhe indinjatën lidhur me qasjen që kreu i pushtetit ekzekutiv ka zgjedhur të bëjë për këtë problematik, e cila është pjesë e juridiksionit të pushtetit gjyqësor. Nën petkun e ankesës për uzurpimin e pushteteve ekzekutiv dhe legjislativ nga i gjyqësor, në të vërtetë fshihet një mesazh presioni ndaj organeve të drejtësisë që kanë për shqyrtim çështje në fjalë. Gjithashtu, mesazhe të tilla të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë synojnë të krijojnë një klimë mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund të përdoren më tej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit. Shoqata rrit thekson se ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë. Prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrit final për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve, përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vjet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklaratë që perceptohet si kërcënim ose presion politik dhe veprimtarisë gjyqësore, apo që ul reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe. Komisioni Evropian në raportet për Shqipërinë ka adresuar si shqetësim vazhdimin e përpjekjeve të ndërhyrjes dhe presionit ndaj sistemit gjyqësor nga zyrtarë të lartë publik dhe politikan. Gjyqtarët janë të pavarur dhe i nënshtrohen vetëm kushtetutës dhe ligjeve, dhe si të tillë, qëllimi i misionit të tyre nuk është fitimi i pëlqimit të shumicës së publikut apo një pjesë të tij, por zbatimi me fanatizëm i vullnetit të sovranit të shprehur në këto akte. Vendimet gjyqësore mund të jenë të papëlqyeshme për disa subjekte, por kjo nuk i bën ato ilegjitime, pasi sistemi demokratik i qeverisjes vepron brenda kufive që i përcaktohen nga standardet e shtetit të së drejtës dhe zbatuesit final të këtyre standardeve janë gjyqtarët. Në këtë kuadër, shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë fton dhe i kërkon secilit zyrtar të lartë të dy pushteteve të tjera që të respektojë pavarësinë e gjyqtarëve në vendimarrjen e tyre dhe të distancohet nga çdo sjellje që cënon atë. Ndërhyrja në veprimtarinë e gjyqtarëve gjatë zhvillimit të procedurave gjyqësore përbën formën më të rrezikshme në shkeljen e parimit të ndarjes së pushteteve, pasi ka si qëllim deformimin e vendimarrjes nëpërmjet formave të ndryshme të presionit.